Mirëmbrëma dhe mirë se vini në debat për një me në zgjedhjet lokale 2025. Sonte jemi bashkë me debatet komunale me kandidat për kryetar të komunës së Dragashit, komunës me potencial më të madh turistik edhe potencialin e zhvillimit të bujqësisë. Tema që kemi me i folë me gjithë kandidatët e komunave janë njëjtë si të komuna tjera, kemi me folë për arsimin, shëndetësinë, shërbimet publike, urbanizmin, me shumë fokus për ndërtimet në zonën turistike të maleve të Sharit këtu në këtë komunë. Po dojmë ditë se çfarë plane kanë kandidatë për investime në zonën prallore Dragashit, për shembull në vende si Brodi dhe fshata tjera të zonës që vizitohen edhe prej shumë qytetarëve të Kosovës edhe tutje, jashtë Kosovës. Debat për një me është formati i vetëm në vend që zhvillohet me standardet e verifikimit të fakteve edhe barabarësisë për të gjithë dhe i vetmi që deri tash ka shku mas 3 viteve dhe i ka kontrollu premtimet e kryetarëve masi që i kanë bo me këshyr ku jemi. Në Dragash kanë pranu me ardhë 4 kandidat e i 5 që është në ngarë për të parë në komunës o tërhek, pra e kemi një dezertor. Ai është Usmen Ballxhi nga koalicioni Vakat. 4 kandidatëve tjerë që kanë pranu me ardhë, ju falemderit shumë që s'jeni dezertor, edhe si pas radhitjes alfabetike po ju prezentoj. Begjet Gjeladini nga LDK, Filiz Mustafa nga Lëvizja Vetëvendosje, Nejmidin Sejdilar, kandidati i pavarur, edhe Shaban Shabani nga PDK. Faleminderit, po filloj me ju, zotni Gjeladini, platforma për 4 vitet të ardhshme e LDK-s për Dragoshin. Faleminderit së ju përshëndes, ju falenderoj për ftesën dhe dua të shfrytëzoj rastin të përshëndes qytetarët e komunës së Dragashit. Unë si kryetar e komunës bashku me kryesinë e Degës dhe ekspertat që kemi ne, kemi përgatitur një program qeverisës për mandatin e ardhshëm 4 vjeçar me një vizion të qartë ku besimi i qytetarëve është kapitulli ynë më i madh. Ne synojmë ndërtimin e një komune moderne, transparente, gjithëpërfshirëse, pa asnjë akt akuz për korrupsion, pa keqpërdorime, me një menaxhim të mirë të buxhetit dhe shfrytëzim të tij mbi 95%, si dhe llogaridhënie publike. Programi jonë bazohet në 6 shtylla, në ata parë do të flas për shëndetësi, falas dhe politikë sociale për të gjithë, shërbime shëndetësore primare, të avancuara falas për të gjithë qytetarët, gjithashtu edhe disa shërbime sekundare, shërbime ginekologjike duke përfshirë këtu edhe shërbimet me ultrazën edhe papatestin falas, shërbime kardiologjike, oftalmologjike dhe neuropsiatrike. Subvencionim i grave të cilat vujnë nga kanceri i gjinit dhe nga kanceret tjera, subvencionim të smurëve cilët janë bërë operacion nga zemra dhe kanë stenda, subvencionim i të smurëve të pacientëve me dializë, themelimi i shërbimit kujdesit paliativ, mbështetje të grupeve të marginalizuara, programi vizitave sistematike në shkolla, programi i monitorimit të zhvillimit të fëmijëve në 0-3 vjet, rritja e numrit të familjeve shtrëhuese dhe mbështetja atyre për fillim deri në 1200 euro, banim social në kuadër të projektit të qeverisë, mbështetje me lëndë djegëse për familjet e dëshmorëve dhe invalidëve të luftës, arsim për të gjithë, transport falas për të gjithë nxënësit e të 3 niveleve, mbi 100 bursa për student, trajnime të cilëdhënësme, përmirësimi i infrastrukturës, ndërtimi i qerdheve, angazhimi i stafit mbështetës, asistent dhe psikolog, shërbime publike dhe moderne. Koha, faleminderit për 2 minutat e parë. Filiz Mustafa, plani juaj për 4 vitet të ardhshëm për Dragoshin. Përshëndetje për të gjithë, siç edhe e thatë zonja Jeta, qyteti ynë, pra Sharri karakterizohet me një natyre, me një pejsazh të mrekullueshëm që na ka falë Zoti, por zhvillimin duhet ta bëjmë vetë. E në këtë kuptim, prioriteti im kryesor për qeverisjen tonë të ardhshme pas 12 tetorit do të jetë Sharri qytet i turizmit malor gjithsezonal. Në secilin vendbanim të komunës tonë është potencial i jashtëzakonshëm për zhvillimin e turizmit malor dhe jo vetëm në një stin të caktuar, po për gjatë tërë vitit. Si do të bëhet kjo? E para do të sigurojmë infrastrukturën bazike që përfshin jo vetëm infrastrukturën rrugore, por instalimin e mini transformatorëve elektrik në pikat ku mungojnë,
Përfshin projektet e ujësjellësit e të kanalizimit në ato vendbanime ku mungojnë. Brodi fshat turistik është në kuadër të këtij planit ton. Do të certifikojmë, markojmë 3 shtigje prioritare. Do të organizojmë një kalendar ngjarjesh si Dita e Brodit ose Shutmani Trail, që do të jenë ngjarje që mbahen 2 herë në vit. Po ashtu në këtë kuptim do të organizojmë edhe konferencën për donator me idenë e thithjes së investimeve nga donator të huaj. Pika 2, që është një pikë e fuqishme e jona, është edhe bashkëpunimi ose bashkëqeverisja që po e quajmë ne komunë qeveri qendrore. Vullneti nga qeveria qendrore nuk ka munguar, për herë të parë për këto 4 vite kemi shumë projekte infrastrukturore të përfunduara si investimi i qeverisë qendrore. Kjo do të vazhdoj edhe më shumë edhe më fuqishëm. Do ta ndërtojmë në bashkëpunim me qeverinë edhe poliklinikën specialistike në qytetin tonë të Sharrit, e po ashtu në ekonominë lokale do të mbështesim gratë ndërmarrëse dhe hapjen e bizneseve të reja përmes skemës së startupeve, mbështetjes në fazat fillestare të krijimit të bizneseve për bizneset e reja. Përmes superpunës për gratë, bizneset do të kenë mundësi të punësojnë gratë dhe shteti do t'u subvencionojë për 6 muaj pagën me idenë që edhe 6 muaj tjerë do të jenë të detyruar që të marrin. Faleminderit. Neđmidin, plani juj për 4 vite të ardhshme. Zahvaljujem se gospođo Đara na pozivu. Pozdrav veliki za vaš i vaše gledalce, također i za sve građane opštine Dragaš. Obzirom da smo nedavno dobili rezultate popisa od 2024. godine, gdje smo vidjeli da je naša opština od 34.000 stanovnika spala na jedva 29.000, što znači da našu opštinu statistički svakodnevno 1,2 građana napuštaju. Onda sam se na osnovu toga ja bazirao kako da se zaustavi dalja imigracija i s tim u vezi primetio sam da moramo hitno da intervenišemo, da zaustavimo prvo medicinsko osoblje koje ne želi da radi u opštini Dragaš, što ćemo uraditi kroz izgradnju stanova specijalno koji će služiti našim lekarima koji će ostati u opštini Dragaš. Sem toga, mi ćemo subvencionisati lokalne biznise kobnih 6 meseci kroz neke subvencije da zadrže radnu snagu tu, kako bi mogli da sezonski nastave sa poslom. Pored toga planiramo da sve biznise koji posjeduju opštinsku infrastrukturu i lokale oslobodimo 6 meseci tokom zimskog perioda da bi biznisi preživeli, da ne bi bili samo sezonski i zatvarali se tokom zimskog perioda. Svako dete u školi će imati osiguranu užinu. Za hranu opština Dragaš će dobiti besplatnu Wi-Fi mrežu sa epicentrima u Dragašu, u Brodosavcu, u delu Opolja i Restelici. Renovirat ćemo put Dragaš-Restelica koji je nužan da se renovira. Fudbalski klub iz Restelice ćemo subvencionisati iz budžeta kao i fudbalski klub iz Opolja i obavezna kupovina najmanje 4 autobusa koji će služiti za besplatnu prigradsku vožnju do samog Dragaša. Faleminderit. Shaban Shabani, plani juj për 4 vite të ardhshme. Po, faleminderit fillimisht milionit ju përshëndes ju, falenderoj juve, qytetarët e komunës Dragashit, si dhe kolegë studio. Për ndryshe, programi ynë zgjedhor për komunën Dragashit është hartuar duke u bazuar në kërkesat reale të qytetarëve të komunës tonë, në planin zhvillimor komunal si dokument strategjik që orienton edhe prioritetet afatmesme dhe afatgjata lidhur me zhvillimin e qëndrueshëm të komunës Dragashit. Për ndryshe, një nga shtyllat kryesore të këtij programi është padyshim zhvillimi ekonomik si faktor kyç për qëndrueshmërinë e komuniteteve dhe ndaljen e migrimit. Në kuadër saj është e paraprame dhe mbështetja e ekonomisë lokale, fillimisht me lirim nga taksat gjitha ndërmarrjeve, të vogla, të mëdha apo dhe të mesme, angazhimi i një kompanie të konsulencës për hartimin e biznes planeve dhe që do të gjendet afër bizneseve tona si në trajnime, hartimin e biznes planeve për të ardhmen, kjo vlen për bizneset aktuale, po edhe ato që do të krijohen të reja. Parashojmë edhe licencimin zyrtar të zonës ekonomike të komunës Dragashit si një vend me potencial për zhvillimin e bizneseve të reja, ofrimin e tokës komunale me
qirat favorshme, gjithashtu edhe grante për bizneset e reja, në veçanti për të rinjët edhe për gratë. Kur jam i të zhvillimi ekonomik, sigurisht edhe dy prioritetet në vazhdim, si është blegtoria dhe turizmi, janë dy fusha në të cilët ne mendojmë se mund të ndikojnë edhe zhvillimin ekonomik edhe në jetën kohë, e ruajnë edhe misionin e tyre tradicional që mund themi për blegtorin, po edhe për turizmin. Kur jam i të blegtoria, duhet të apotetësojmë faktin se komuna e Dragashit ka një sipërfaqe të madhe të kullotave dhe sigurisht se blegtoria mbetet prioritet në vazhdimsi. Puna që ne duhet bëjmë është hapin rrugë për qasje më të lehtë fermerëve tonë deri te tokat e tyre, por gjithsesi edhe hapja këtyre rrugëve mendojmë se do të ndikojë edhe për turizëm. Faleminderit. Kjo është koha për 2 minutat e parë, nëse ka replika, kjo është gjithashtu koha për replikë. Urdhë Bexhet Gjiladini. U përmend ndërtimi i një poliklinike në Dragash. Ligji për shëndetësinë i gjendë të tillë nuk e lejon. Ligji për shëndetësi vetëm institucionin më të lartë i kujdesit primar shëndetësor është qendra kryesore mjekësive familjare dhe shërbimet që i ofron kjo qendër. Gjithashtu edhe në zhvillimin ligjor përmendën shumë subvencione dhe lirim bizniseve 6 muaj nga taksat, bizniset, gjitha bizniset lokale janë të liruara që me vitet e dhera nga taksat komunale, ndërsa për këto subvencione që i përmendi e din se tyrat vetanake të komunës e Dragashit janë vetëm gjys milion euro dhe për me subvencionim duhet pas mjete. Filiz. E para ka shemboj ku është përfunduar poliklinika specialistike, është komuna e Podujevës, e ftoj kryetarin që ta vizitoj, nëse nuk ka pasur rastin që ta bëj një gjë të tillë. Dhe poliklinika specialistike në Sharr është program i qeverisë Kurtit 3 dhe ajo do të bëhet. Po unë e kam edhe, nëse mund ta shfrytëzoj kohën e time të replikës. Kryetari e përmendi ndihmën për familjet e dëshmorëve me dru. Unë e kam një porosi që nuk kam qare pa e bo këtu, e kam një pyetje nga një djalin i dëshmori, e kam pyetjen që ta pyes kryetarin se a ka problem me familjet e dëshmorëve. Sepse 3 prej djemve të dëshmorëve janë detyruar që të migrojnë, e një prej tyre që punon në ndërmarrjen e regioni është ndaluar që të bëhet shef i stafit. Koha jote Bexhet. Unë thash çka lejon ligji për shëndetësi. Ligji për shëndetësi nuk lejon që institucionet shtetërore të krijojnë poliklinika dhe do të thotë institucione më lartë që KMF-ja. Po kryetara je kundër poliklinikës apo cila është qëllimi? Unë thash mos premto diçka që nuk mush me bë. Poliklinikën do ta bëj qeveria Kurti, Albin Kurti me mua si kryetar. Mos e ndërprej. Bexhet, koha jote edhe për çështjen e dëshmorëve. Nuk është e vërtetë, unë kam raporte jashtëzakonisht të mira me familjet e dëshmorëve, edhe unë që 3 vite gjitha familjet e dëshmorëve edhe invalidëve të luftës ju ndajmë dru. Pse ka ikë Elbasan Batjari nga komuna jonë? Pse e ka lshu komunën? Nuk e di që ka shuaj deri para 2-3 muaj ka qenë lojtar i një klubi futbollistik. Migrojnë edhe prej vendeve shumë as zhvilluar se Dragashi, veç pak. Ashtu është për militant ka patur vende komuna, për militant të partisë, për njerëz të afërt me pushtetin. Mirë, veç pak Shabani po e pret rendin. Urdhë. Fillimisht u përmendi largimi i taksave për bizneset. Në fakt na jemi të informuar se e di që taksat nuk janë, po ideja ishte që më vazhdua edhe në të ardhmen me pas këto taksa të larguara. Përndryshe kur jam te çështja po përmenden poliklinikat është në rregull dhe shërbimet e tjera, po një fakt duhet ta dim. Na po ballafaqohemi me mungesë të mjekëve. Sot veç morëm një konfirmim që edhe një mjek e ka lshu komunën e Dragashit. Fakt më tepër do të është e rëndësishme mu përkushtuar se si ti marrim mjekët aty dhe të krijojmë kushte më të mira. Përndryshe na do të obligohemi veç AMF na mbyll, tash do të na mbyllet edhe çKMF-ja. Nuk është e vërtet, do thotë nuk kemi mungesë të mjekëve, kemi mjek më shumë se sa që na takon mbas të kohës për numrit e banorëve. Dhe kemi mjekë dhe të ardhur nga Prizreni, gati gjysa e mjekëve janë të ardhur nga Prizreni. Mirë, po normal mjekët migrojnë për kushte më të mira, shkojnë në specializime e tjera, kështu që institucionet e Republikës Kosovës Dragashin, shëndetësinë e Dragashit e kanë shpall, jemi komuna më e mirë në Kosovë pas Mamushës për ofrimin e shërbimeve shëndetësore në komunën tonë.
Ky fakt me realitetin nuk përkon për shkak se na nëse i numërojmë tash nëse zoti Gjeladini mund me dhoni statistikë sa mjek ka unë, nëse e di 14 mjek janë që e ofrojnë shërbime. Kemi disa mjek me kontrata përkundër respektit tyre, pa ato janë shërbime për shërbime të tjera. Na për fat keq kemi edhe 3 ambulanta që faktikisht i kemi të mbyllne, fshatat Blaç, Kosovë dhe Kuk, me një numër të konsiderueshëm banorëve që nuk i marrin shërbimet e tyre, në njëjtën kohë kontraktojmë na edhe shërbimet e tjera shtesë. Na rujmë respektin për gjithë ata që kontribuojnë lamin e shëndetësisë, por për ndryshe gjendjen nuk e kemi të mirë, se na faktikisht i kemi 14 mjek. Nuk është e vërtet që ato AMF-t janë të mbyllura, popullata di, ky mundën me thonë, populli e di që një këtë mbyllë ato funksionojnë edhe punojnë, ndërsa na kemi 2 mjek, ma tepër se sa që i takon, do thotë një mjek për 2000 banor i takon komunave, kështu që na kemi ma shumë mjek se sa që duhet, ndërsa kemi edhe specialistë të cilët ofrojnë shërbime sekundare, cilët i kemi me kontrata edhe unë i përmenda më herët ato janë oftalmologu, ginekologu, neuropsiatri, kardiologu. Mas pari Filiz, e ke lyp fjalën, pastaj Nexhmedin. Po ndërlidhem fillimisht të kjo e fundit, me ja bë një pyetje kryetarit, a ka shku ginekologja apo punon ende? Ginekologja ka punuar 2 vite, tash e kemi marrë ginekologën tjetër. Me çfarë orari punon ginekologu tjetër? Me orar të plot. Nuk është e vërtet e para. E dyta, juftoj nëse kam kohën unë tani, se kryetari e zauroj. Po ti ja bën pyetjet, ai mas ne mundet me i marr 30 sekonda. Unë e mora përgjigjen. Unë po e pyes tash kryetarin prap, fatkeqësisht duhet ta pyesim. 30 sekonda. Ai nje doktor Labinot Latifin. E tash, i hupe sekundat e to. Jo veç ta tregoj historinë e tij. Ai djalë ka qenë një student i mjekësisë, i cili e ka përfunduar mjekësinë. Ka dashur me kontribu në komunën tonë, që duhet t'i vlerësojmë këto raste, dhe për shkak që nuk është i përshtatshëm politikisht, ai djalë, e që është një mjek i jashtëzakonshëm, është detyruar që çdo ditë ta bëj rrugën Prishtinë-Brot, që është njëra prej fshatrave më të largëta, ndërkohë që ai nuk e din as gjuhën atje. Pra, ka bërë kërkesë, këtu e kam kërkesën, është e zyrtare e tij, drejtuar komunës, që ta kthejnë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Kur e ka bërë kërkesë? Kërkesa është bërë me 18/3/2023. Okej. Replik. Bexhet? Labinotin një shumë mirë, bile para disa kohë ja kam i dalë specializimin e pediatrisë. Veç pak Filiz, e pret ranin tonë. Në kohën kur ka konkuruar konkursi ka qenë për me një mjek në Brot. Ai ka konkuruar si mjek për të punuar në Brot, edhe është pranuar si mjek për me punu në Brot, edhe ai nga ajo kohë punon si mjek në Brot. Momentin kur fillojnë specializimi, ka me lënë Brotin dhe ka me shkuar specializim. Do thotë, na kemi pranuar ato në punë, në vitin e parë të qeverisës time, i është dhonë para disa muje specializimi i pediatrisë dhe ai do të shkon në specializim. Këto që ka përë të ky... Filiz, a bon të me nga tregu neve, qka këshe boti, qysh ja këshe ndru t'i venin e punës, në njeri që njerë ka lyp me shku, me u punësu si mjek, ka apliku specializim, ka apliku për qatë post? E para, specializimi është tash. Ne po flasim fillimisht për vitin 2021, kur kryetari e ka marrë mandatin. Po ai ka him Brod, ka apliku për me punu në Brod, e ka ditë. Por, më lejoni kështu, ta theksoj që çështja e gjuhës, që është njëra ndër arsyet pse ai ka kërkuar. Ama ai ka apliku në Brod me shku. E ka ditë që shkoli në Brod. Ai ka shku, e ka taku kryetarin, kryetari i ka thonë fillimisht puno 7 muaj vullnetarisht, se ta bëj çarën. Pra, nëse kjo është e pavërtet, unë ju lus ta konfirmoni me vetë doktor Labinot Latifin dhe ai ju tregon. Sepse këtu, para 4 viteve, ky kryetar ka bërë akuza për çështje të njëjta të rekrutimeve të mjekëve në baza partijake dhe këtu duhet t'i përballim faktet. Bexhet, ai ke thonë ta bëj çarën? Absolutikisht as një ditë ai nuk ka punuar si volonter ose vullnetar. Është hap konkursi. Doktor Labinoti ka ardhur une edhe ka lyp punë. Unë e kom thirë drejtorin e QKMV-s, i kom thonë, a keni nevoj për mjek, ka thonë, kemi nevoj për Brot. E ka në hapë konkursin, ka konkurue o pranu për Brot, edhe ai nga ajo ditë, unë në 2021 se ku marë, detyrën për 2022, ai më duket në 2022 është punësu, edhe ai ka punu deri tash, edhe në kohën time,
ai e ka marrë dhe specializimin për pediatri. Edhe në muajin nëntor ai shkon edhe fillon me specializim. Mirë. Kështu që ai ndoshta ka bë Ambulanta e kërkesë. fshatit të Filiz, ti po du është me pa mje. shku tutje, labinotin e thirim nëse ka ankesë me qunë kalzo.com, në gjmindin koha jote. Jo, faleminderit shumë. Unë, kur e kom dhonë prezentimin tem, nuk e kom pas fare për takset komunale, se ata e në hequr moti edhe para me, edhe para kryetarit në largim. Unë kom folë për lirimin nga pagesa qirave biznisve lokale cilët posedojnë lokalet në pronësinë e komunës. E dyta, shëndetësia në komunën e Dragashit është në një gjendje katastrofale edhe shumë i politizuar nga pushteti aktual. Veç po zojmë një shembull, kryetari aktuar në ikje e ka emru për zëvendës drejtorit QKMF-s bijen e gruas që është asambliste në komunën e Dragashit, që është në koalicion me dr. Begjet Gjeladinin. Me atë fakt, kryetari aktual e ka fyrë mjekët cilët kam punu aty për 35-38 vite. Koha, edhe ju e di, veç 10 sekonda, ju lutem se mas pak t'i kom fol, edhe ju vetë e dini që e keni pas rast në komunën e Dragashit, ku gruaja një asambleistit opozitar u kon i denuar për orët në arsim. Detajshëm e kena diskutu këtë punë, urdhë në Begjet. Faleminderit. Sa i përket do të thotë ofrimit të shërbime shëndetësore në komunën Dragashit, unë thash nga institucionet e Republikës Kosovës jam i shpallë komuna e dytë në Kosovë për ka niveli i shërbime shëndetësore. E dyta, unë jam shumë i lumtur që kam arrit që në historinë e komunës Dragashit të emroj një grua, një vajzë nga komuniteti jo shumicë si zavendës drejtorësh, se deri me tash që keme feja në Dragash, kur nuk ka pas zavendës drejtor. Kështu që unë jam shumë i lumtur edhe nuk jam pishmon kur, ajo është një vajzë e mirë, grua e mirë, nuk më rëndësi, është gruaja e vajza e ku është. Faleminderit, koha në gjmindin. Paramenoni qatë lumturin kur kryetari Nikje ka emëru një vajzë i gruas cila është pjesa ansambles. As ka mujt me gjetë dhe një vajzë tjetër? Ku e ka gjetë bashkë vajzën e asambleistës cila e përkra zoti Begjet Gjeladini? Se na e kemi plot njerëz që kanë përfundu fakultete me notat mira, e kemi plot doktora... A ka pas konkurs për ato në gjmindin? Jo, ajo bot me emrim. Me emrim? Po, me emrim, kryetari e ka drejten autoriale me emru, edhe e ka emru pikërisht vajzën e gruas cila këto 4 vite e ka përkra dr. Begjet Gjeladinin, kryetari Nikje në çdo formë. Në politikën time kom të me avancu pozitën e femrës në komunën Dragashit dhe është ajo e vetma mjeke nga komuniteti jo shumit që punon në Dragash. Unë kom dash me vun një femër, një grua aty, me avancu pozitën e femrës komunën Dragash, sa ashtu jemi të hendikepuar. Më falni se nuk është vetëm mjekje, se kryetari në largim aktualisht e ka pranu edhe një mjekje nga komunën e Prizrenit. Ajo është mjekje, kjo vajza që është zëvendës drejtoreshës që tash, ajo është stomatolog me profesion. Duhet të sqarojmë situatën që shoh. Edhe unë prapë përsëriti, qofse na nga komuniteti Goran edhe Boshnjak që ekzistojmë në komunën e Dragashit, e kemi mjek cilën janë të punun në QKMF ma shumë se 30 vite, a nuk ju do këtë ofendim me auqit për shefic një vajzë cila atë moment ka pas 32 ditë pune? Zëvendës drejtoresha është emrue gati ka një vit, kurse doktoreshën tjetër nga komuniteti jo shumit që ka i marrë na është nga Prizreni, jeton Prizreni, ka konkurru në konkurs edhe është pranu, ajo është pranu para 2 muje. Mira, ka mjeke me shumë përvoj? Jo. Që s'ka mjek me shumë përvoj. E keni Sejdo Kaçka Garestelica 30 vjetë punon në shëndetësinë e Dragashin. E keni Admirin Garab që 35 vjetë punon në shëndetësinë e Dragashit. E keni doktor Mëstan Sadikin 38 vjetë që punon aty. Ju me qatë potes e keni ofendu që ta mjek që keni investu jetën të i shërby qytetarve komunës Në së gjmindin, a bon edhe me të pyta, o anku dikush që aty, o anku dikush për që aty në mjekve, pse keni bo këtë puna? Po nuk pugojnë mu anku se kryetari aktuar në largim e ka politizu shëndetësinë edhe e denon mjekt. Shabanin Ren, Shaban Maspari. Ju falemderit dhe pse me kohën paka shumë për një jemi diskriminum, ju thonë drejten, po të gjallja shëndetësisë to që po bisedon, kjo është vesh një pjesë vogël e gjallja shëndetësisë në komunën tonë, po diskutohet për zavaz drejtorin, në fakt nuk kami zgjidhën faktikisht
kemi me ushtrues detyre që kam thënë, u theqim që pothuajse 3 vite, do të thonë kjo nuk është mirë. S'mundesh me pas një shëndetësi nëse je me ushtrues detyre, është dash zgjidhet detori i ÇKMF-s me kohë. Përndryshe gjendja e shëndetësisë po përshkruhet këtu nuk është ashtu. Po thot zoti Gjeladini, na jam i të përzgjatur, përndryshe unë s'kam informata që ka pas furnizim me bara, nuk kam informata që ose kam informata që shumë më thënë nuk shkon mjeku, veç tekniku është, s'pakun të kaluar më ka qenë 2 herë në javë, tash sot nuk shkon hiç dhe faktikisht ato llogaritën të mbyllme. Ka dhe situata po thon politizume, me drejt politizume. E dyta, është një numër i madh i mjekëve, po me infermierëve, na nuk e dim a janë me konkursa, me kontrata, janë diku 70 infermierë si mbas informacioneve. Faleminderit. Koha. Nuk e dim kush. Reni Filizit mandej përgjigjeni. Urdha? E para, sa i përket trajtimit të barabartë e fuqizimit të rolit gruas në shoqëri, nuk quhet femër, po janë vajzat dhe gratë, se edhe ky term nuk është mirë të përdoret. E dyta, nuk është bërë ky rekrutim për avancimin e rolit të gruas në shoqëri, por kjo është në kuadër të pazareve politike që kryetari në ikje i ka me Adem Hoxhën, me të cilin nuk po e publikon marrëveshjen e fshet që e ka, e ftoj sot publikisht që ta publikoj. Bezet. Sa i përket, do thotë, gjendet në shëndetësi, ajo është ma e mira e mundshme dhe asnjëherë nuk ka qenë ma mirë se tash, sepse unë vetë jam me profesion mjek, 2003 kam qenë edhe drejtori i drejtoratit për shëndetësi, edhe 5 vite kam qenë kryeshefi ekzekutivit. Kështu që atë lami e njoh shumë edhe thash për atë dhe mi vlerësue. Sa i përket, do thotë, politizimit, ne të thojnë njëri prej këtyre, cili mjek është i politizuar në komunën Dragash. E politizuar ka qenë shëndetësia më herët, ku ka qenë aty një drejtor autoritar i cili ka qëndruar aty 16 vjet, edhe ai ka dhënë dorëheqje vetë edhe më ka lëndëruar mua për bashkëpunimin. Me disa televizione kryetari do të kandidati i PDK-s më ka akuzuar, unë e kam me veti edhe aktin e dorëheqjes ku mund falenderon për drejqin e ti. Filizi, pastaj Shabani. Do të thotë marrëveshjes. Bezet koha. Jo, marrëveshjes unë du t'ju përgjigj gjithë. Koha ka kalu Filizi. Faleminderit zonja Jeta. Tha kryetari let ma përmendin një rast të politizimit, unë përja përmendi 2. Shef i infermierve në AMF në fshatin Bresan, me vendim është bërë vllau i kryetarit Gjeladini, Samidin Gjeladini, i cili është edhe asamblejist i LDK-s, dhe djali i vllaut të tij është punësuar si stomatolog në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Ky tha vetëm një, unë ja përmenda 2, kështu që... Kryetar? Është e vërtet, po vllau im është që 42 vjetë provoj puna aty, edhe është patë punën e shefit e bon vullnetarisht, edhe kom thonë edhe po thonë prapë. Nese vllau i... Ka 2 vendimit, 85 euro shtesë. Po në pak i të ruëm lënë, s'po ndërhymë. Por nëkëve. Nese vllau im ka marrë 1 euro shpërblim për qatë pozitë që e ma vë mënyrë vullnetare, unë në këtë moment të rriqim nga gara e kandidaturës. A ka 85 euro shtes? Po. No? Shtes, a ka që po thotë Filizi ka shtes? Nuk ka marrë asë një shtes, asë një euro cent. Nështë ta dikush tjetër, edhe pa shtes kish dasht me pas atë post, pse duhet vllau jetë me marrë atë post? Unë dëgjo. Vlaun tim kom dëgjue para një muje që është emrua prej drejtorit që kem e fesë, nuk e kom ditë, dhe unë jam interesu edhe e kom pa që ai nuk ka pranu kur farë kompenzimi asnjëherë. Me përmendi marrëveshjen me Duda Balën unë e kom bë publike. Kurse marrëveshjen me Adem Hoxhën nuk kom, po edhe Adem Hoxha është qytetari i Republikës Kosovës, është deputeti i Parlamentit të Kosovës, edhe është zgjedhur në bazë të zgjedhjeve dhe ligjeve të Kosovës si deputet. Nëse do thotë, kjo fotografi do të më thonë shumë. Publikoj ti marrëveshjen. Mundish me pa. Unë e kam parë e publikoj e marrëveshjen. Kryeministri juaj Albin Kurti me Adem Hoxhën. Kur jo o bë kjo? Kryeministri aktual është në fotografi material to lut për koalicion. Kur është bë kjo Kjo fotografi? këtë vit. Kjo është foto, nuk po e shoh në video incizim që po thot kryetari tu e lut. Nëse ky e ka dëgjuar nga fotografia, let na thotë. Foto tjera nëse duhesh. Po me foto tjera që. Okej, fal, Shabani po pret. Fjala e të ÇKMF-ja. Kallzo.com. Foto tjetër, nëse kallzo.com gën jenë atër...
Mirë, çka Po, ku është është takim ndërlidhja i ashtu? Kurtit me Adem Hoxhën? Është Adem Hoxha së bashku me kryeministrin Unë po i them, u bisedue për koalicion. Okej. Le ta bëj publike marrëveshjen e fshet që e ka, edhe për marrëveshjen me Duda Baljen në emisionin e kaluar na tha nuk kam marrëveshje dhe pas 2 ditësh doli e publikoi. Le ta E juve bën edhe këtë. vendosja, a keni në qendër marrëveshje me Adem Hoxhën? Jo. Okej. Nëse- Ose në nivel lokal Filiz edhe për këto deklaro? A keni Arsyeja marrëveshje me pse- Adem Hoxhën? Këtu më duhet ta jap një përgjigje pak më të gjatë. Jo, pak më gjatë, 30 sekonda, petosh. Po 30 sekonda. Arsyeja pse ne në 2021 nuk kemi hyrë fare në koalicion, se ne kemi mbështetur këtë kryetar që po shkon në vitin 2021, ka qenë kushtzimi ynë për mos marrje në koalicionin qeverisës JGP në Adem Hoxhës. Dhe shkelja e parë e asaj marrëveshje ka qenë ky vendim i kryetarit. Kështu që kjo është arsyeja, edhe këtu po flasim për nivelin lokal. Ministri aktual ka drejt me kërku me bo koalicion me Adem Hoxhën. Pse ne nuk kemi drejt? Unë po i them vetëm publikoj e marrëveshjen, nuk po i them a ka të drejtë apo jo. Mirë po, Bexhet, kallëzon ati, po na kallëzon një zotëri. fotografi, po që e artikull nuk është për koalicion, e artikull është për diçka tjetër. Ndëgjo. S'është për koalicion, Po është takim. në takim, po normal takim për koalicion. Kryetar. Për cilin koalicion është dhe çka dalë? Cilin koalicion qendër? Kam bo marrëveshje. Apo ma tregon që atë titull si s'po muj me po, moje, çka po është titulli? Kryeministri i Kurtit takoi kryetarin e Partisë Unike Goran Adem Hoxha. Data 03/4/2025, ora 18:02 minuta. Kjo ka qenë kodër takimeve me të gjitha grupet. A ka qenë koha që i ka taku krejt lider të Unë kom partive? biseduar me Sigurisht, Adem Hoxhën. ajo ka kohë thonë, është. Bile kur o Mas zgjedh, zgjedhjeve. kur o zgjedh presidenti e Kosovës, ka thonë kanë thirrë gjysmë natës marrë me votu e presidentën dhe ju e dini me votën e Adem Hoxhës Okej, president. e shpenzum këtë temë, Shaban, po dolim temat radhës. Me Duda Balën. Nëse ky e gjen që ka marrëveshje po e të nënshkruame me Adem Hoxhën ne ta çetën ta E të pashkru me publikojë. aki? Marrëveshja është nën Të pashkru me tavolinë. ski. Marrëveshje të shkruame nuk kam. Okej, Shaban, më falë. Pak se të ndërlidhem se tema është shumë interesant, bile për komunitetin tem. Kryetari aktuar në largim e ka shfrytzu 4 vite për me përqa komunitetin tem. Përqamje e kam bo mes shkartrimit partive që janë konë prezent nga treva jonë komunitet Dragashit. Për qatë arsye në ashtë të sot edhe ka dezertu Usmen Balqi. S'po thom që është ajo arsye, po ndoshta është ajo arsye vetma që ka bo. Kryetari aktual në largim, doktor Bexhet Gjeladini e ka një marrëveshje publike me zonjën Balje. Po, ky gjithë ka pasar marrëveshje me Adem Hoxhën. Kryetari aktual u tut prej meje pse e kom dal kunder kandidat, u desht mes Adem Hoxhës, mes Dudes Balës, me lup ndimen për me mund mua. Se ky gjithë ka pas marrëveshje me Adem Hoxhën, ky ka pas rast edhe në kuvend kur nuk kanë ngu delegatët të JGP-s, me dal kryetari, mi thonë këtynve, hajde një votoni se për ju thira Ademi. Shabani është në rren. Bexhet prit, Ju kurna. thonë drejtën tash në ndroj edhe tema e diskutimit. Ta ndron unë valla, ta ndron Shaban. Të kjo pjesa po shfrytëzoj nga rasti me deklaru publikisht që me marrje detyrës do të relaksohen gjitha raportet që i kemi mes komuniteteve, mes subjekteve politike, kemi dëshmu në kaluamën, e zotohemi edhe tash që do të punojmë për gjithë qytetarët e komunës tonë pa dallim. Realisht për gjithë kemi nevojë, edhe kjo energji këtu që është e grumbulluar është energji negative nga e kalumja, për ndryshe unë ju kisha lutë që të gjithëve të na jepet mundësia ta shpalosim programin, se për ndryshe na dhe kretë bashkë sa jam i 4 kandidatë e 5, jam i pak, do të duhet jam i pak më transparent para qytetarëve. Prandaj kisha lutë zona jeta. Kush përmenet obligimi jam është me ia dhënë fjalën, kur përmenet njëri tjetri mas pari Bexheti, mandej Filizi dhe përshkojmë temën e radhës. Edhe kandidat, edhe deputetja Duda Bala është deputete e Parlamentit të Kosovës. Edhe kur ajo ka të drejt, edhe kur ajo ka të drejt, mu ul me kryeministrin, me bë me lyp edhe thot kështu. Ekskluzive, Albin Kurti arrin marrëveshje me Duda Baljen, SDU merr një ministri. Kjo është dita e parë kur është takue kryeministri me Duda Baljen. Mirë. Kjo është fotografia kurse kur mirë, po s'është kjo marrëveshje. Na halos kemi qeveri. Halos s'është marrëveshje. I ka premtuar ditën e parë një ministri. Mos harro çka ka ndodhur mas këtyre lajmeve. Është shumë e rëndësishme kallëzushi
Duda Bali ka thonë s'ko mas një marrëveshje. Është me rëndësi. Urdhno, Filiz. Përveç që është me rëndësi, kjo është me rëndësi të merremi edhe me nivelin lokal, sepse për këtë pjesë po diskutojmë. Po unë e pata një replikë edhe me zotrin Shabani, se ky roli i tij kështu neutral, po na vendos neve në pozitën ku ne po sulmojmë shumë. E para, për sqarim, e po ju drejtohem këtu të gjithë banorëve të komunitetit Goran dhe Boshnjak, unë do t'jem kryetari të gjithëve dhe bash asnjë problem, si që tentua të shitej këtu, nuk e kam me asnjë pjesëtar të atij komuniteti. Por banorët e Gorës duhet të çlirohen nga shantazhi e panika që u bën ky deputet. Unë për këtë angazhohem. Une, po du me dalë të tema e radhës me kandidatët e Dragashit, urbanizmi edhe planifikimi hapësinor. Si pas donave të Ministrisë së Mjedisit edhe planifikimit hapësinor edhe infrastrukturës, komuna e Dragashit e ka të miratum për zhëkën, planin zhvillimor komunal, që prej vitit 2013. Ndërsa hartën zonale nuk e ka, e njëjta është në proces të bërjes, këto dokumente përcaktojnë zona se ku kanë më ndërtu banesat, ku qendra tregtare, ku ka me pas zhvillim vetëm bujësore turistik. Tash nga kandidatët, po du me ditë, a mos kanë mindru këto planet që janë aprovu, që ka do ndodhë me ndërtimet larta, ku dhe të majnë, ku është vizioni i mbajtjes së natyrës qështu është e ku janë ndërtimet e larta. Po fillojmë tash prej anës tjetër, prej teje Shaban. Po, është fakt që na tash punojmë me një plan zhvillimor komunal të s'ka duhum, që pothuajse 2 vite. Ma ke që anë që tash na jam i vënu se edhe buxhetin tjetër që do ta miratojmë vitin që vjen, domethënë nuk do ta bëjmë konform planit zhvillimor komunal 3. E Shaban, çka plani juaj, sa ka të me ndërtu ku? Shqoni, na fillimisht obligative kemi harthimin e planit zhvillimor komunal dhe hartave zonale. Plani zhvillimor komunal i përcakton prioritetet, afat mesme dhe afat gjata. Mas hartimit planit zhvillimor komunal vinë hartat zonale, mas hartave zonale vinë planet detaje regulative. Është rëndësishme me pas këta, për shkak se këtu bazohemi na dhe kur e hartojmë prioritetet ose kur e buxhetojmë, dhe më thonë projektet që vinë. Fakt, është bën publikimi i planit zhvillimor komunal, është bën njoftimi për kontrat, po më ju thonë drejtën ku pas rastin personalisht me e pa, dhe më thonë, si mas me edhe përvojat në kalume, kur është bën plani zhvillimor komunal, se na kemi pas një plan zhvillimor komunal shumë detajuar, ka qenë i financuar nga qeveria finlandeze, i implementuar nga UNDP-a dhe ka pas ekspert shumë të fushës që e kanë marrë plan zhvillimor komunal. Tash me njoftimin për kontrat, më thon drejtën, nuk e di, ndoshta mund të marrim sqarim episodit Gjeladini, përndryshe tek kërkesa për kapacitet teknike dhe profesionale, kërkohen s'paku sa kum pa unë këtu, dhe më thonë, vetëm njerëz inxhiniera të arkitekturës edhe disa specifika të gjeodetëve, përndryshe. Mirë, veç po më intereson vizioni juaj. Sa kote në Dragash janë maksimum edhe në zonë turistike çka bëni? Zona turistike na kem para pa dhe investime, sidomos zonën turistike të Zaplugjës, Brodit, Trestelicës, Lishanit Brezit. Çfarë investime keni me lënë aty? Me infrastrukturë, përndryshe do të duhet gjitha këto me pas një plan regulativ detajt veten, për mos me bën investime ad hoc sipas dëshirës njerëzve, po me çanë rregulluar me plan. Mirë, po edhe ato janë vështira me u bën plane detaj përderisa nuk e ki planin zhvillimor komunal të dhe hartat zonale. Shaban, po du me ditë, a ke kandidat për asamble që janë ndërtues? Jo, nëse më kujto. Edhe financues të shfushatës tënde, mos është ndaj ndërtues? Jo. Faleminderit, Nezmidin, plani juaj urban. Zahvaljujem se gospođo Đara. Ovako, što se tiče opštine Dragaš, mi znamo da nema opština Dragaš trenutno plan. U narednom mandatu se moramo prvo fokusirati na izgradnju nacrta tog plana, gde ćemo napraviti komisije, organizovati eksperte koji će detaljno ispitati celu teritoriju, šta se može i gde se može graditi. Druga faza će biti ispitivanje svih nelegalnih izgrađenih objekata koji su se gradili svih ovih godina. Mi znamo da u opštini Dragaš postoji praksa kad treba nešto nelegalno da se izgradi, gradi se većinom vikendom. I onda opštinska administracija ne funkcioniše, inspektori su kod kuće, nisu na poslu, u ponedeljak
objekat se pojavi kao pečurka i onda nastaju druge pravne zavrzlame, to se oteže i na kraju objekat ostane isto na štetu građana naše opštine. Što se tiče vašeg pitanja za koliko spratova se zgrade mogu graditi, za to vam ne mogu dati nikakav konkretan odgovor, zavisit će od samog tog plana baziranog na osnovu ekspertskih... Ali koliko mislite vi, vaša vizija koliko spratova? Vidite, gospođo Đara, ja kao predsjednik opštine se neću baviti svojom vizijom što se tiče izgradnje. Znači, tu se moram savjetovati sa kompetentnim osobama koji će dati konkretan odgovor po tom pitanju. Moja vizija bi mogla biti i 30 spratova, ali to je neizvodljivo. Zato ću morati savjete da saslušam konkretnih osoba i eksperata. A do sada niste i saslušali? Pravili smo mi neke dogovore, ali većinom smo se bazirali na druga pitanja koja su krucijalnija od izgradnje zgrada u Dragašu, jer mi trenutno nemamo potrebe ni za zgrade, obzirom da nam stanovništvo svakodnevno iseljava se iz Dragaša. Što se tiče turizma i izgradnje, prvo treba da se preispita odluka nacionalnog parka. I tu ne možemo planirati previše izgradnje, jer naša opština je oko 54% teritorije pod zaštitom nacionalnog parka. Druga stvar, što se tiče turizma, mora se obratiti pažnja i na infrastrukturu. Pitanje infrastrukture, struja je jako bitna. Naša opština Dragaš, 1/3 opštine, 9 sela gde su najkoncentrovaniji sa stanovništvom, nemaju kvalitetnu električnu energiju. Mi dok ne rešimo sve ove uslove, ne možemo se baviti razvojem turizma. Nezmidim, faleminderit që ngritën i çështje që na ka thënë sot një të banori Dragoshit që s'keni rrym. Faleminderit që e ngrite, po unë mas pari po du me të pyet ty njëj si krejt, a ke naj kandidat për asamble që është ndërtues? Zonja Gjara, unë jam vetëmi kandidat edhe për asamble, nuk jam ndërtues, prandaj s'kam çka me ju përgjigj. Edhe me pas si iniciativ kandidat ndërtues se kisha shtindlis. Mirë, a ke financues të fushatës tone që është ndërtues? Vetëmi financues jam të fushatës teme, as nuk e kom kërku donatorët, sepse donacioni e obligon matutje, atëherë nuk do t'jetë një qeverisje që shduhet. Faleminderit, Filiz, plani ju i urban. Pra u tha se mungon PZK-ja, do t'a bëjmë, po përveç PZK-s mungon edhe planifikimi urbanistik. E që të dyja këto ndërlidhen me njëra tjetrën, bashkë me ekipën time do të planifikojmë që PZK-ja të jetë sipas rregullave e ligjeve dhe të mos jetë në favor të dikujt. Si munges e PZK-s, ne kemi pasur raste që penalizohen edhe ata pak investitorë që janë të interesuar për të investuar, sepse për një pronë të caktuar duhet merret vendim në kuvendin komunal për ndrim të destinimit të pronës, e kur merret ai vendim, kur PZK-ja mungon në një komunë të caktuar, Ministria është e detyruar që ta kthejë atë vendim prapë për shkak të mungesës së PZK-s. Kjo duhet të trajtohet me urgjencë, po përveç këtyre unë doja ta ngrisja një çështje që lidhet pak edhe me këtë planifikim, që superment këtu. Zona jonë është një zonë me rrezik të madh nga vërshimet e përshpejta dhe po ashtu është një zonë që vuan edhe nga thatësirat e gjata me raste, tash me këto ndryshimet klimatike, e për këtë çështje ne do të hartojmë do ta bëjmë një hartë të vendeve me rrezik nga vërshimet dhe pastrimi e zgjerimi i lumejve që i kemi do duhet të ishte një prioritet shumë i madh në këtë drejtim. Mirë, për vërshimit faleminderit, veç mbrod, çka keni me lanë me ndërtu, po më intereson Filiz? A vetëm shtëpia vikendi apo diçka tjetër? E para, 58% e zonës qytetit tonë i takon Parkut Nacional Sharri, aktualisht ndalohet ndërtimi edhe me dru, edhe me beton. Po me ndryshimin e ri të ligjit që do të bëhet, s'po dua shumë të flas sepse ajo është kompetencë e Kuvendit të Kosovës. Me aq sa unë kam info, sepse kam qenë pjesë e grupit parlamentar, me aq sa unë kam info, ligji i ri do të fillojë të lejojë ndërtimin me dru në vendbanimet e banueshme. Kjo do t'ja hapte rrugën një zhvillimi lokal, mendoj unë, jashtëzakonisht shumë. Për shkak që aktualisht ndalohet ndërtimi edhe pa mundsohet investimi. Kandidat për asamble ndërtues, a keni momentalisht? Nuk kam inxhinier
të ndërtimit e të komunikacionit, i kam gjitha profilet e inxhinierëve, por ndërtues nuk kam dhe nuk pranoj donacione nga ndonjë ndërtues. Që ata inxhiniera punojnë për kompani ndërtuese? Jo, ata kryesisht punojnë privatisht me biznese të vogla. E financues të cilët potencialisht janë ndërtuese dhe ta financojnë fushatën? Nuk kam asnjë financues rrjedhimisht. Nuk kam se si të përgjigjem ndryshe. Faleminderit, Bexhet, plani juaj urban. Faleminderit, ashtu siç thatë ju jeta, Komuna Dragash e ka planin zhvillimor komunal, po pa harta zonale dhe ky plan zhvillimor ka pasur disa mangësi, sidomos sa i përket planeve rregulluese në qytetin e Dragashit. Plani zhvillimor i ri është duke do të hecur dhe ne këtë plan zhvillimor komunal kemi kërkuar që do të thotë kompania që ta merr me përgatitjen e tij, ta angazhoj edhe ekspert ndërkombëtar, gjithashtu do të bëhen edhe debate publike me qytetarë, me ekspert në të gjitha lokalitetet e komunës së Dragashit, në mënyrë që do të thotë ky plan zhvillimor komunal, hartat zonale, edhe më vonë edhe planet rregulluese kur të bëhen, mos ketë do të thotë probleme siç kemi me planin zhvillimor komunal, cilin e kemi tani. Ka ndodhur një vonesë e hapjes të nderit për planin zhvillimor komunal të ri. Arsyeja është sepse Ministria e Planifikimit Hapësinor ka marrë përsipër që të bëjë revidimin e planin rregullues të Parkut Nacional. Ju e dini që 57% e territorit të komunës së Dragashit është park nacional, gjithashtu edhe 29.000 hektar tokë janë në pronësi të AKP-s. Këto kanë qenë ato dy sfidat kryesore që na kemi prit ministrinë ta kryejë këtë punë, por megjithatë problemet në politikën në Kosovë kanë arritë, nuk kanë mujtë ministria me përfunduar ende. Çka do të lejoni mbrojt me ndërtuju? Kështu që na me planin e ri rregullues do t'i caktojmë zonat ekonomike, zonat industriale, zonat bujqësore, zonat turistike edhe zonat ndërtimore. Edhe të zonat ndërtimore edhe në fshatra, po edhe në qytetin e Dragashit, dhe këtu planifikojmë të qyteti e Dragashi të shtrihet në drejtimi jug-perëndim, në atë pjesë ku më shumë t'i ka vende, ka më shumë hapësinë, edhe gjithashtu do të lejojmë me ndërtesa deri në P7 deri në 9. Në pjesët periferike të Dragashit, kurse në qendër P+4. A keni ndaj kandidat për asamblejë që është ndërtues, as donator? Momentalisht jo. Bexhet, apo adreson një akuzë të Nexhmidinit që tha që tash momentalisht kryetari i lën vikend me ndërtu ilegalet edhe kur s'janë në punë inspektorat edhe urbanistat, edhe ata në vikend ndërtojnë të hanën, janë nisin mu marrë me gjykata edhe vazhdojnë ndërtimi legale. A është e vërtet? Dëgjoj, çdo kund Kosovë njerëzit cilët dojnë më uzurpue, i shfrytëzojnë këto raste, mirë po nuk është e vërtet që unë i lejoj ata. Gjitha unë na kemi me 10 landë të cilit i kemi këqu në gjykata për uzurpator. Bile në Dragash edhe në Liçeni i Breznës, ju e dini, këtë problemi ma nuk kemi uzurpime të pronës shoqënore, edhe në Dragash ka qenë një uzurpim, edhe atë uzurpim e kemi kthye tokën tokë komunale. Shaban, replik? Për shkak të rëndësisë që ka PZK-ja, plani zhvillimor komunal, na sot mund të diskutojmë këtu për ndërtime, kaq kallëshe, 10 kallëshe, 5 kallëshe, mirë po ajo në një farë forme veç mbetet për të ardhmen. Përndryshe po i rikthehem njoftimit për kontratë që u bën për PZK-n, për shkak se u po them, mund të jetë një rekomandim personal për shkak të rëndësisë që ka, se këtu janë kërkuar vetëm inxhiniera me sa e kom pa unë këtu, përndryshe të kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorit ekonomik është dashur të kërkohet edhe staf shtesë. U përmend zoti Gjeladini, tha ekspert ndërkombëtar, është dashur mja shënue. Po pajtohem, po është dashur mja shënue operatorit. Okej, faleminderit. Veçanërisht detaj, lutem se ka rëndësi. Na po pretendojmë turizmin me pas prioritet, në atë kohë nuk e kemi para pa këtu me kërku një ekspert turizmit, bujqësisë, kemi largim të qytetarëve, një demografës e sociolog. Ka ishte replika, pyetja radhës Filiz do ta nisim pe mesit. Sa shkolla mendon me i shtin mësim gjithditor, ka 1 minutë me u përgjigj. Në 4 vitet e ardhshme, sa shkolla menon që mund me hi mësim gjithditor? Ne e kemi edhe në programin ton qeverisës që në kuadër të reformës në arsim të pilot testojmë fillimisht një shkollë për mësimin gjithditor, po
më rëndësishme se kaq e nuk e di apo mund të dal nga kjo. Po? Në Sa qerdhe? arsim nevojitet një depolitizim për shkak të politizimit të skajshëm që ka ndodhur viteve të fundit. Kjo do të jetë prioriteti kryesor, po sigurisht përveç mësimit tërditor, unë e kam në plan edhe ndërtimin e 3 qerdheve të reja. Për këtë çështje, nëse më lejoni këto 15 sekondat e mbetura, më lejoni të rikthehem 4 vite më herët, kur 2 kundërkandidatët e mi, zotëri Shabani e zotëri Gjeladini, kanë qenë prezent në balotazhin këtu, dhe një zëri e kanë pasur linjen e njëjtë të mendimit që qerdhet nuk janë aq shumë të nevojshme për shkak se gjoja, gratë e zonës tonë nuk punojnë shumë. Po, më Ju kujtohet besoj kjo. që i keni incizimet, i Po, keni më videot. kujtohet kjo. Edhe bashkë po du me të pyet çka nëse ti ballafaqosh me të njëjtin Unë ju them kështu. sindrom. A është e vërtetë po s'është e vërtetë? As pak e vërtet, gratë dhe vajzat tona, të zonës tonë, unë në këtë fushat kam pasur jashtëzakonisht shumë takime me gratë dhe vajzat. Ato janë shtylla e shoqërisë, ato punojnë dhe ato janë shumë punëtore dhe Ti po do t'ju përkushtosh që keme i mush këto 3 qerdhe. Sigurisht që po. Okej, faleminderit. Sepse edhe distanca mes fshatrave është e madhe. Ta zëmrës të Lise është shumë larg nga qyteza për të ardhur fëmijët e të Lisës. Nexmedin, plani ju i arsimit sa shkolla hin mësim çditor nëse ti bosh kryetar? Po, faleminderit shumë për pyetje, sepse për me realizu planin mësimor gjatë ditor që është thatë ju, po kthehemi te premtimi jem për transportin ndërurban. Se na nuk mujmë me realizu që atë plan gjdo ditor pa pas mundësi për transportin e sigurt. E dyta që shkom cek ma heret është edhe ushqimi për gjdo fëmi garantum në shkollë, po si pilot projekti mundet me nis me një shkollë, masane të shojmë që është na jep kësi natyra e komunës, a do t'jetë sukseshëm, edhe do t'fillojmë me shkollat e tjera. Puna e qerdheve plotësisht pajtohem me parafolsin tem edhe kolegun Filizin, duhet sa ma shumë qerdhe me hapë në komunën e Dragashit, me hapjen e qerdheve, po ju mundësojmë edhe grave të jenë integruar në jetën përgjithshme edhe të ju ofrojmë mundësi me mine punësimit. Faleminderit, Bexhet, plani juaj për mësim çditor. Spari du të Felizi tha se do thotë janë në shkollat depolitizuara dhe ato duhet të depolitizohet që nuk është e vërtet, është shpifje dhe nuk është e vërtet Shtrues detyre aktualisht drejtorët. dhe gjithë mos me dekoncentrove. Feliz, ta fjalën ma vonë. Të lutem kur Ta fjalën. dakord Do jetë. thotë unë të thash edhe në televizionet tjera të këmë thonë kulturohu pak, je i ri edhe perspektivin e ki për para. Për këshillën zotëri kryetar në ikje. Mirë. Mos i ndërhyj, vazhdo Bexhet. Mos vrapo pa mësu e ndë meqë. Bexhet, a mundesh më koncentru me më kallëzu sa shkolla shkon në mësim çditor? E kisha lutë mos më ndërprete. Proverbat banale që i ka përdorur edhe në një emision tjetër nuk është në kulturën time që ti përgjigjem me të njëjtën mënyrë. Të lutem, përgjigju pyetje sa shkolla shkojnë mësim çditor nëse ti bosh kryetar? Po, edhe nuk është e vërtet, na kemi një qerdhe funksionale në Dragash, edhe një qerdhe është në ndërtim e sipër, edhe në të ardhme planifikojmë të ndërtojmë edhe qerdhe tjera. Sa dhe tjera? Na i kemi bo edhe të dhëtë edhe këto qerdhet në bazë në komunitet, kemi bo si fazë fillestare e ndërtimit të qerdheve. Sa i përket pyetje suaj, a do të planifikoni në mësim tërditor, në programin tonë na nuk e kemi këtë, do thotë, program. Gjatë rrugtimit tonë kaderveçar, ka mundësi që do ta diskutojmë këtë çështje ka viti 3 ose i 4 i qeverisjes, për arsye se ne për me bëni gjatë tillë duhet me qenë shumë përgatitur. Na kemi ende shkolla që punojnë me 2 ndrrime, edhe e treta unë që 3 vite për herë të parë në historinë e Dragashit do të bëjnë transportin e nxënësave të 3 niveleve pa pagesë, edhe para fillor edhe të mesëm. Gjithashtu bëjmë edhe transportin e nxënësve të shkollës mesme të mjekësisë për me kryer praktikën feriale në Prizren. Gjitha këto janë falas. Faleminderit Rendi i Shabanit për arsim.
sa shkolla shkojnë mësim gjithditor nëse ti bosh kryetar? Faktikisht edhe na në programe kemi pilot program, ju thonë drejtën, nuk kam pas guximin me thonë gjitha shkollat tona shkojnë mësim gjithditor, do duhet një përgatitje veçantë. Sa shkolla, Shaban? Na mendojmë një ose dy ma tepër me njën. Okej. Po. Edhe lidur me qerdhe, kallëzon pak, sa i planifikoni? Pa qerdhe tash na u përmend dhe për zotit Gjeradini dhe gjithë e kam i njohur nga kandidatët, realisht janë dy qerdhe aktualisht dhe ato tash nuk janë me kapacitetet plota, do të thonë se si duhet funksionojë një qerdhe, për ndryshe ato janë fillimisht si qendrave të bazën e komunitet, e kryjnë shërbimet e veta, u përmend edhe më herët, tash nga vitin vit edhe mund na ndryshojnë situatat, mund na rritet numri i fëmijëve për qerdhe, kështu që sigurisht da ka vëmendjen tonë të armën varësisht prej situatës, ta shojmë me përfundimin e qerdhes që është duke u ndërtuar, e kemi një qerdhe tjetër dhe besoj do të angazhohemi edhe për qerdhen e vendbanimet më të largëta, ashtu si janë edhe fshatat me numër më të madh banorëve për shkak të largësisë transportit. Faleminderit, Filiz, replik. E para, sa i përket politizimit në arsim, unë vetëm po ja u numëroj shkollat që janë me ushtrues detyre aktualisht, është shkolla Sezair Suroj në Bellobrat, është shkolla Feta Sulejmani në Dragash, shkolla e mesme e lartë Rushdi Berisha, që është gjimnazi i vetëm në komunën tonë, dhe shkolla 28 nëntori në Breson, e para. Nuk po duhet i përmend me emra, këta drejtor, po dihet publikisht në zonën tonë se militant të cilës parti janë. E dyta, falë Filiz, vetëm koha. edhe çështjen e transportit. Filiz, e ki replikën e radhës, mas pari, urdhno Begjet. Nuk është e vërtet, kjo që ka po thot, po bon do thot fushat elektorale. A janë UD? Veç pak. Filiz, mos i interveno pa e kry 30 sekundë. Lutna, urdhno. Shkolla Sezair Suroj në Bellobrat. Drejtori i ma pashëm kanë tarë në pension, edhe ka që 2 muaj ne kemi bo UD të drejtorit, një kuadër tjetër nga shkolla e Bellobratit, edhe është konkursi i hapur për drejtor. Gjithashtu 28 nëndori është për një ashtu më UD drejtori ka vdek, i cili ka qenë drejtori i kësaj shkolle, dhe është më UD, në Dragash, ka 1 muaj, ka dhanë. Në Dragash, drejtori aktual, i cili ka qenë 16 vite drejtor, ka dhanë dorëheqje, unë e kom aktin e dorëheqje. Koha, Filiz. Dhe është Koha, faleminderit. E para, nuk po e pranon kryetari, juftoj juve që ta vërtetoni këtë që e thash. E dyta, çështja e transportit. Kontrata e transportit e thot specifikisht për shembull për fshatin Brezne, që fëmijët duhet të shkojnë të merren tek Atundi atje lart, fëmijët detyrohen që të vinë nga një largësi e konsiderueshme të zbresin deri te rruga kryesore. Njëjtë edhe në fshatin Prut. Pra nuk respektohet kontrata që ekziston dhe nuk bëhet siç duhet transporti i nxënësve. Urdhno, Begjet. Që dini në shtator ka fillu transporti për vitin e 3 të nxënësave, edhe është e vërtet që do të thotë kontraktuesi i fituesit të nderit e ka për obligim të merrë nxënësat nga loma e përkaqit deri t'i çojë deri në shkollë. Dhe na kemi pranuar një ankesë të qytetarëve të fshatit Brezne, edhe menaxheri i personelit është marrë me këtë çështje edhe do ta zgjidh problemin. Shaban, Raniat. Sa i përket pjesës arsimit, situata nuk e kemi të mirë dhe veçanërisht u përmend se diku 90% të shkollave janë me ushtrues detyre. Në këtij fenomeni të ushtruesit detyre si kemi dhënë vërejtje edhe më herët për shkak se ata nuk mund të marrin vendime, janë të varur. Thonë nga organi më lart, për shembull si është edhe DKA-ja edhe kryetari i komunës. Prandaj është dashur me i qitë konkurset më herët me qëllim që me fillim vitit shkollor Svakut i kemi drejtorat të zgjatur me konkurs. Kjo është ajo që edhe reflekton edhe politizim në për shkolla, prandaj do të ishte kon mirë që t'i zgjidhim sa më shpejt. Pse i kilon me Unë i përmend arsyet pse drejtorët janë më UD, për arsye se një drejtor ka vdek, një tjetër ka shkuar në pension, një drejtor ka dhënë dorëheqje, edhe këta vetëm dëgjoj. Gjithë drejtorat, cilët thotë ky janë politizuar, kanë qenë ka 16 vjet drejtora në këto shkolla. Edhe ata tash do thotë, kanë qenë 16 vite drejtor ka qenë në një shkollë, edhe tash i ka kaluar mandati ose nuk e pas referencat e mira ose ka dhënë dorëheqje. Edhe për një replika e fundit në Xhmidin.
Faleminderit shumë Jeta. Kështu të dish mu realisht kjo puna udhëheqjes me UD dhe me shumë dorëheqje po më del shumë qesharake. Po si ta kqurim në realitet na e dim një shtet këtu në Kojshilluk që një president aktual është të majt pushtetin veç me UD-ja edhe e detyron njerëz me dhon dorëheqje nga pozitat e ndryshme. Përveç shkollave, na e kemi edhe ushtrues detyre edhe në spitalin e Dragashit. Nuk e kemi emrum qysh duhet, prandaj Zavencën e kemi ushtrues detyre. Edhe qeverin Nizmedin e kena UD. Krejt qeverin Kosovë kena UD. Po edhe ajo nuk është mirë. Edhe qeverin, edhe ajo është një shembull i keq për që po unë për kryetarin aktual Nik e kam veç një pyetje. Pse drejtori i arsimit jalla dorëheqje? Okej. Përgjigja e fundit, shkurt. Dëgjom, ne të më thote një emën cili profesor ose drejtor UD është i politizuar. Nuk ka politizime në shkolla, i kemi gjithë shkollat e politizume, i kemi gjithë drejtorat e me 16-17 vjetë drejtora, unë e kom ende kohë. E drejtori i arsimit, pse? Drejtori i arsimit Selim Kyroziu ka dhënë dorëheqje, ka qenë një vjet e gjysmë drejtor, ka dhënë dorëheqje ose gjatë tjetri. Ajo është drejtor politik. Faleminderit, kaq patën kohë për Dragoshin, na ndiqnin Komunën e Radhës nesër mbrëma në ora 7. Natën e mirë prej nesh, prej debatit të Dragoshit.